أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të Madhrishëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë në botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar, në këtë moment të veçantë, nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjellëm mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelal. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, gjuma pas gjumae ne mbrindëm në fund të porosisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën porosinë e ka përcjell përmes shokut të tij të ndershëm Ebu Hurajrës. Dhe në këtë hadith në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush I merr këtë porosi prej meje, I mëson dhe mëson të tjerëve. Dhe njëri prej shokëve pejgamberit tha: "Na ja Rasulullah, jemi të etur me ditë të vërtetën, me mësu të vërtetën dhe me besnikëri kena mja përcjell brezave të ri." Dhe për këtyre porosive në tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para, distancohu prej haramit, do t'jesh njeriu më I mirë në jetën kësaj bote. Porosia e dytë, tha, knaqu me ata që Allahu ta ka dhënë, do t'jesh pasuniki më I madh në jetën kësaj bote. E treta, tha, sillu mirë me njerëzit, me fëqinjit, do t'jesh besimtar I mirë. E katra, tha, duaj njerëzve ata që ja do për veti, do ta dëshmon se me të vërtetë dhe ti e beson Zotin e Madhrishëm. Dhe porosia e pesë që do ta mbyllim sot në këtë hadith, na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos e merrni jetën hajgare, mos keshni shumë, sepse të qeshurit shumë e vdes zemrën. Dhe sot me lejnë Allahut azza wa jall do ta përcjell me këtë mesazh të gjitha ata të cilët dëshirojnë me ditë të vërtetën rreth kësaj çështje. Vëllezër të dashur, është normale se jeta kësaj bote ka momente ku njeriu edhe është I gëzuar. Edhe Zoti I Madhreshëm thot në Kur'an: "Unë jam ai I cili e kam bën njeriu me kesh dhe me qajt." Ata të cilët nuk keshin dhe nuk kajnë në jetën kësaj bote, sipas gjitha argumenteve shkencore, kanë një defekt që t'jep me kuptu se Allahu po thot: "Unë jam ai I cili kam kriju njeriu dhe kam bën me kajt dhe me kesh." Dhe po thojnë shkencëtarët, kur fillon njeri me kajt, hyn në funksion një numri I madh I neuroneve në trunin e njerit, që e çojnë synin me lotu. Dhe kur njeriu dëshiron me kesh, me shpreh gëzimin që ka, aktivizohet një numër tjetër I neuroneve në tru, që I komandon pjesët e trupit një ka një të fillu prej faqeve kështu me radhë, dhe njeriu kesh. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai I cili ka bën njeriu me kajt dhe me kesh. Ja ka dhënë mundësinë. Mirë po hadithi pejgamberit po na thot, mos me një farë forme, mos u bë shumë qesharak, sepse jeta është shumë serioze. Dhe në jetën e kësaj bote, vëllezër, shpeshherë takohemi me njerëz të cilët këtë sensin, nëse unë mi thonë, këtë nivelin e humorit e kanë jashta çdo kufini. E pejgamberi sa po na thot, mos e merr gjithçka hajgare në këtë jetë, sepse pastaj vdes zemra. Pse vdes zemra? Çish vdes zemra?
vdesin sinjalet pozitive e zemrës. Ma nuk e din çka është mirë dhe çka është keq, çka është serioze dhe çka nuk është serioze. Lëndohet në atë mënyrë ndjenjat, sa që ti ma jeton jetën se boti pa kontrolluar. Ma nuk e di çka është serioze situata dhe çka nuk është serioze. Pejgamberi alayhis salam të dashur vëllezër ka kesh në jetën e përditshme. Dhe kanë transmetuar shokët e vet. Mi po shumicën e rasteve ka qenë serioz. Ka kesh sa i takon me kesh njerit. Sepse i po jetojmë me një kohë të dashur vëllezër që gati se çdo send po mirët hajgare. Njerëzve ka vdek ndërgjegja. Senzorët e zemrës e ndjesisë kanë pushu. Pastaj njerëzit janë bërë sikurse me qenë robota. Kesh pa fi arsye. Tallët pa asnjë argument. Madje edhe në vendet më serioze të mundshme. Sepse nuk i punojnë mirë senzorët, i ka lëndu senzorët dhe ai jeton këtë dunja të mendu që gjithçka është hajgare. Keni pa për shembull vëllezër edhe në momente kur ta lëshojmë njërin varr, njerëzit, një pjesë e njerëzve janë të pakujdesshëm. Edhe që aty si ban përshtypje që situata është shumë serioze. Si ban përshtypje. Je duke fol për gjëra shumë të mëdha të jetës, gjëra shumë serioze, ai as 30 sekonda sun dëgjon ndërhyr me një fjalë që s'ka të bëj fare me temën, sepse u kanë prish balancat e jetës. Pra ka dalë për kontrol dhe sistemi jetës e tij. Allah e pejgamberi po na thot mos ke shumë, sepse me i marrë gjanat serioze, jo serioze, është dekapitulim për jetën e njerit. Është mos seriozitet, të bje autoriteti si njeri, të bje vlera si njeri, ma nuk mirë seriozisht, dhe askush ma nuk të çmon dhe nuk verson. Por këtë arsye na porosit pejgamberi që ne të jemi serioz. Vëllezër të dashur, etika më e madhe që ka njoftë historia e njerëzimit ka qenë etika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai punoi përcjell këtë fjalë neve më na tregu çka është jeta. Dhe se si duhet me qenë njeriu serioz në jetën e kësaj bote. Nuk po them se me kesh është ndaluar. Jo, përkundrazi. Edhe Rasulullah ka kesh, shokët e tij kanë kesh. Mi po si duket ne populli joni jemi populli më çesharak në jetën e kësaj bote. Që s'ka popull si na. Kesh me vend e pa vend. Edhe është ka njerë me të vërtetë është e çuditshme, e shebur, i pjekt, edhe as një bisedë serioze si ban përshtypje. Sepse o mësu në këtë mënyrë, pastaj nuk e din se në çfarë vendi është, ku është, çka po diskutohet, çka po sillet për rrethi, çka po diskutohet aty. Edhe i duket mirë kjo çështje. I duket mirë. Sepse senzorët e zemrës i kanë vdek. Pra vëllezër të dashur, rinia e nderuar, jeta është serioze. Parimet mbi të cilat ndërtohet jeta janë shumë serioze. Aspekti social i njerëzve është shumë serioz. Prandaj dush më mësu me jetu me seriozitet. Dush më mësu me gjetë venin e duhur, edhe masën e duhur se sa duhet njëri me qenë hajgaregji ose jo hajga, ose serioz në jetën e kësaj bote. Sepse ndryshe nuk banë. Dhe çfarë po na thot pejgamberi alayhis salam? Po na porosit dhe po na thot mos keshni shumë, mos e merrni jetën hajgare, sepse me të vërtetë pasojat janë shumë mëdha në jetën e kësaj bote. Dhe nëse bëhet analiza në atë aspektin psikologjik të njerëzve, të qeshurit shumë është indikator se ky njeri ka probleme serioze. Në psikologji të dashur vëllezër, në psikologji mësohet, nëse njeriu kesh pa nevojë, është indikator se ky ka problem serioz psiqik. Pse? Sepse u kanë prish balancimi i kriterave. Është bipolar. Kesh pa nevojë, kanë pa nevojë.
Bëhet serioz kur s'është më bën serioz dhe bëhet banal kur s'ban më bën banal. Pra ka probleme serioze. Për këtë arsye vëllezër, kjo psikologjia e Islamit në një farë forme na formon, na jep një identitet njerëzor, na konsolidon, na forcon, na jep personalitet, sepse i trajtojmë gjanat në mënyrën më të mirë të mundshme. Jeta nuk është teatr që njeriu të aktron. Jeta nuk është film që njeriu të skenon gjëra të ndryshme, i skenon gjëra të ndryshme, her ka nërkesh, her ku diçka. Jeta është shumë serioze. Prandaj vëllezërit e dashur, nderuar rini, po jetojmë me një kohë që pothuajse asgjë s'po mirët serioz. Veç mos harro se një ditë prej ditëve ka më tarë momenti dhe kimja pa sherrin mos seriozitetit tanë. Jeta ka më të ballavaçu në situata që ke muhabit që shke me pagu mos seriozitetin jetën se bote. Ke muhabit. Se jeta në proces. E vjen me një moment ku duhet serioziteti. E kur duhet serioziteti, ndoshta ti e ke humb seriozitetin të njerëz. Dhe kur kush mas të merr pozitiv, edhe se merr përsipër barën tonë. Sikurse po i formojmë brezat gabimisht vëllezër. Sikurse po i frymëzojmë jo në rrugë të qëndrueshme. Dhe keni pa për shembull secili prej nesh ka përvoja të ndryshme. Në mezhlise të ndryshme, qof me pak njerëz, qof me shumë njerëz, tamam bisedohet për gjëra shumë serioze, nuk zgjat biseda as 2-3 minuta. Sepse kyçën njerëz pa dashje, pa ftesë, pa merit, pa vend dhe banalizojnë gjithçka. Pastaj ja hupmi penin lamshi që sot populli edhe s'u lexojnë kur më. Sepse asnjë bisedë nuk përfundon mënyrën e mirë, mënyrën serioze. Dhe ata që kemi por rrethit të ri që mësojnë prej neve, në për tubimin, në për mezhlise, edhe ata pasaj kanë problem me gjetë vërtetën. Sepse manipulohet me gjëra të tilla. Pra Allahu Gjelle Wala është ai i cili ka kriju njeriu. I ka kriju neuronët, pastaj muskujt ku njeriu ka në qesh. Po mos ja kish kriju Allahu këto neurone, njeriu s'kish ditë me kajt, as me kesh. Dhe Allahu Gjelle Wala po na thon Kur'an, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allahu është ai i cili e ka mësuar njeriu me kajt dhe me kesh. Por jo gjithçka në këtë dunja është hajgare. Por jo gjithçka në këtë dunja është jo serioze. Sepse jeta është shumë serioze. E me mujt njeriu mu formu në këtë mënyrë, mu formu dhe me pa me vlerësu vetën mesin ku është. Edhe me ditë çka i takon me fol dhe çka s'i takon me fol, dhe çka kur i takon me kesh dhe kur mos me kesh, ky me të vërtet pasaj bëhet njeri pulakmi. Sepse vëllezërit e dashur mbi gjitha njeriu ka dignitet. Po nëse njeriu e zhvlerëson dignitetin që Allahu ja ka dhënë, ai s'ka me pas vlerë as në familje, as në shoqëri dhe mbi gjitha s'ka me pas vlerë te Zoti Madhrishëm. E kemi thënë një herë dhe po e përsëritni. Nuk ka krijesë që do Zoti më shumë se sa njeriu. Por nëse njeriu e zhvlerëson veten, pastaj kërkush si ka faj. Nëse njeriu e zhvlerëson vetveten, edhe i te kalon kufit e normale, seriozës, nuk i ka faj as kush pse ai s'ka respekt pastaj as në familje, as në shoqëri, as në rrethin ku jeton. E mbi gjitha s'ka respekt e Zotit Madhrishëm. Njeriu është krijesë e dinjitetshme dhe do të pajiset me vlera dhe virtyte të larta. Do të konsolidohet me cilësi pozitive, me qenë serioz, i meqëm, i dishëm, dashamiri se cilit, ndihmtari se cilit, këshilltari i mirë, besnik, këto cilësi do mi pas muslimani. Mi pas hije veni, mi pas hije fjala, mi pas hije vepra e kështu me radhë. Sepse vëllezërit e dashur, krejt këto
fjalë, këto vepra që i bëjmë, këto fjalë që i themi, ka më në arenin e ditë kena me dhënë llogari para Zotit më të rishëm. Ata që kanë kesh me ty për rrethi, me ty kanë me kanë vesh deri në varr. Ama fletorën tonë kemi lexuar vetë. Veç analizohe mirë këtë fakt që apo thamë. Njerëzit mund më duar trokit këtë dunja ti të i bon veprat e këshia. Veç mos haros në fletore tonë kemi lexuar vetë. Edhe përgjërsin në urtë sirat e ki vetë. E aty pasaj e matët burnia, sinceriteti, dija këtë me radhë. Edhe shesë sa është jeta serioze. E shesë sa është jeta serioze. Nga se kemi ardhë ne si popull të dashur vëllezër me një situatë që me një farloj standardi çuditshëm. Standardi çuditshëm. Gati si asgjë mos ka mbet serioze për neve. Edhe situatat më serioze të mundshme. Edhe temat më serioze të mundshme. Ne i bëjmë në formë të hajgarës. Dhe këtë model të keq po ja japmi edhe brezave të ri, atyre që na pasojnë pas rrugëve të jetës. Dhe nëse bëhet një studim komparativ mes cilësive të popujve, vëllezër, ku e kemi fjalën këtu te mos seriozitetin e çështje, unë nuk e di, inshallah nuk është sakt, veç nuk e di që ka popull që ka mundësi me kanë ma jo serios se na. Vallahi kemi jetu me 100 e dishka nacionalitetet ndryshme studime. Por këtë arsye kemi punë që kemi na si popull. Se kur gjas marrmi serioze na. Nga se i narrit rrugëve jo seriozitetit. I narrit në familje pa e ditë çka janë temë serioze dhe çka janë jo serioze. E pasaj kur rrita e fëmijë dhe ka ardhur momenti mi marr frejt e shtetit në dorë jo serioz. Sepse u mësu me kanë jo serioz. Edhe na dalin pasaj begi të lashe në rrugë e sipër. Ndoshta bëmi dietar të mëdhaj, po si jemi serioz. Ndoshta bëmi doktor e kirurg të mëdhaj, po si jemi serioz. Ndoshta bëmi inxhinier shumë të mëdhaj, arrimi ku me ditë ku, po seriozet nuk kemi. S'na ban bereqet puna. Pra një për rregullave të kësaj jete o me kanë njeriu serioz. Dhe me i trajtu çështjet e jetës në kënd vështrimin serioz. Sepse jeta është reale, jeta nuk është film, por është realitet që perceptohet, ndjehet, shijohet. Ballavaçohesh me ta, kështu me radhë. Pra për këtë arsye vëllezër dhe po e mbylli këtë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse që 6 xhumaj mi të fol, me hap një kapitull tjetër për xhumën e ardhshme. Dhe porosia fundit në këtë hadith na tha pejgamberi, o ju njerëz, mos keshni shumë këtë dunjë, sepse e kesh mja shumë këtë dunjë ka më të kthy në vaj nesër në ahiret. E kesh mja shumë në këtë jetë ka më të kthy në vaj nesër. Sepse me kesh me gjana serioze keme dekapitulu fatin tanë. E ka më tani ditë momenti, vendi dhe koha ku ti ke mu llogarit para të mallit Allah, qysh i ke marrë gjana serioze për hajgare. Qysh i ke bën hajgare me gjana serioze. E Allah po thot kullu nefsin bima kesebet rahina, e njeriu është përgjegjës dhe peng e veprave të tij. Nëse kena ku me shku për te përgjërsis, të regonëm ku mune me ik, edhe unë do të dhi me ty, por nuk besoj se ka mundësi dikush me i shpëtu nesër përgjërsis për Allahu xhelle wala. Andaj kujdes të dashur vëllezër, e nderuar rini, merrni gjanat seriozisht këtë jetë. Sepse jeta është serioze, mundohemi ta bëjmë më të mirën të mundshme, të afrohemi të njerëzit me seriozitet, me vepra të mira, dhe të mos afrohemi të njerëz, mos bëhemi dashur të njerëz me gjana çesharake, me gjana jo serioze. Sepse si bëjmë dobi as vetes as atij që afrohemi. Dhe tu pe përfundoj për shkakues, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.